Njerëz hama, si u kam? Uroj t'jeni mirë, t'i keni kalu mirë festat. Unë kam ca ditë, ose më saktë kam ca kohë në fakt që du t'a bëj këtë videon. Mirë po, e ke parasysh është qik temë delikate, edhe dojtë qik argumentim. Po shikoj pa fund tani, pa ta vu bilezej natë në story. Ishin atë çuna, tre burra, kështu që o futëm me dollap to dhe kur hapën kanatin e dollapit ishin vetë si gra. Tani, për te, le themi, pëlqimit seksual, se nuk e kam aty, për te orientimit seksual. A jeni dakord ju me këto çunat, qoftë edhe shqiptarë, se edhe shqiptarë kam fillu me bë trend, që janë homoseksual, po vishën si femra, do me thënë dalin në desh me fustan, lyen, bohen minifune, gjona. Se mu me thënë drejtën, mi japin shumë bezdi. Do me thënë, jo bezdi, se da që mu ato së mbëjnë gjatë, jemi realist. Po kur i shikoj me atë sy, unë them, okej, çdo njeri është i lirë të ndjej si doj, të ndjej për këtë doj, ta bëj jetën si doj, se në funditës kush jam unë, e kuptona? Do t'jesë me thënë du t'jap një opinion. Tani mu për shembull, personalisht ma vret pak syun kjo gjoja. Do thoni ju edhe tjo janë arrin e veshme sportive, ose ke flok të shkurtër, ose vishesh me roba, si roba çunash, sepse jam sportive dhe jam gjatë gjithë ditës lëvizje dhe preferoj të vishem shumë kollaj. Po kjo nuk ka lidhje me faktin që do me thënë një mashkull kërkon t'jetë femër pa qenë femër, do me thënë të shofës gjithë atë çunë ti për shembull që i duket ky leq që ka hiq tu, e kupton një lym me ato top, me ato gjona që dalin kështu, me taka, me gjona, më bo shumë përshtypje më. Sinqerisht, nuk isha vdat, zotë më fali 100 herë, se kush jam unë. Po pasaj kur e analizoj, them okej, po, ke drejt bosh jetën tate, po më mirë, i ka vlau, pero ndro seks 100%. Se të pak në tush, okej, jam femër, pak në bo femër, ta mama e zgjedhje e kujdo. Dhe nëse një njeri ndjet në trupin e gabun, pa tjetër që mund të tash i për te mentalitetit e gjona mund të bëj çfarë doj. Po kjo gjë mu më vret, më sidomos kur e shoh ke shqiptarët më. Se do thoni ju, po njerëzit atë, po jo më s'është puna njerëzve, po mendoj që edhe për prindin është çik e rënd, më ta shikoj për shembull të bëj 2 metra, bëj çunin 2 metra burr, ai të dali 2 kg shur. Çovi çun 2 metra me taka, e kupton? Se tash ne jemi me këtë që unë s'do rroj për tjerët, jo më asnjë s'rroj për tjerët, po ja dhjefsha racën i qik për prindit të burridheut, se prindin e vret ajo gjë, çdo prind e vret, unë nuk jam prind, po momenti që do më vinte djali im, do më thoshte që mu më pëlqet dal me takë, ose do ta shikoja të lymë, ose kështu do kisha shumë traumë, do me thënë, mrena në shpirt, do thyja, do uçaja, do pavarësisht se fëmis nuk e çaj bonre, se pështy nalt, pështy poshtë, po joti është, edhe nuk mund ta hedhësh poshtë, nuk jam dakord që ta hedhësh më poshtë. Po edhe kështu të përfitosh nga fakti që prindit të donë, ku dëgjon, se di si mendoni ju realisht, po flas tash me pastërti, domethënë, mua më duket dëgjoj shumë e tepruar, edhe më duket të bastardosh, domethënë, se shiko, ne vim nga një mentalitet që domethënë deri më dje, akoma sot, po flas për brezën e prindërve tonë, kanë shumë vështirë të pranojnë një djalë homoseksual. E kupton? Dhe ka prindër që e kanë pranuar dhe bravo qoftë, në funditës fëmia shmis, që thash nuk hidhet poshtë. E kanë mbështet, po tani nga aty, mi që po të mbështes, se në funditës ke lind ashtu ç'a me të bëj valla, s'ka me të vra, se ke lind me ato ndjenja, ç'a të bëj? Ku të çoj? Ku të hedh? Ai e. Po nga aty të pranojnë, domethënë që ti të ndalesh me fustan, me minifune, e dalësh tu përbyllë tani në për video, në për poshtë, pastaj pse kjo nevoja me nxjerr me pa gjë të njohëm apo, është diçka private. Po e privatisht. Se pastaj thonë që unë kam jetën time, përderisa ke jetën tate, ma e tatën, pse nxjerr të unë? Ose të tjetrit, se tash në funditës unë e shikoj këtë gjë dhe do them atë që mendoj. Do me thonë, nuk e di se nuk du të rëndoj asnjëri për Zotin. Edhe nuk du që po unë kam shumë tonë, më vret shumë syme, sidomos nga çunat shqiptar, se okej, italianët këto në Europë se kanë problem, se këto janë njerëz më të ftohtë, këto dhe me fëmijë janë më të ftohtë, janë
përgjithësia njerëz fto si intereson, kurse ne jemi çik njerëz më, ne kena prindit me sedër, më ne kena prindrit që domethënë ka një çik edhe atë të opinionit njerëzve, rrën një çik edhe për opinion, do thosh ti robi s'ro për opinion. Po deri diku po dakord jam unë, po kjo ndoshta për është i çik rënd, se pastaj për shembull e zem ka familje që thonë a çuni filanit vizet me kështu, edhe i largon edhe prindërve, domethënë nuk i afrohet asnjë më as familje, se tash ne nuk jemi të rrethuar me njerëz që janë gjithë si vetja jonë, le të themi që mund të jemi me mendje të hapme ose çfarë tunë. Domethënë doja thjesht ta flisja me ju këtu, duke qenë që kam kohën edhe ta them tamam, domethënë si e mendoj, pa e thonë ashtu bram me një video 2 minuta që të krijoj atë debatin e kot. Pra jam nga të dyja krahët, jam edhe për okay, po jetën tate, jetë qa je, nuk ka problem, domethënë sa do e rënd që tjetë për një prind, po në funditës kështu ke lind dhe kështu je dhe s'kam qa me të bo, do të mbështes në zgjedhjet e tuja. Deri këtu jam, nuk jam për pjesën tjetër që unë si prind të detyrohem të pranoj të shikoj djalin tim, që unë e kam lind burr, edhe ta shikoj që të më heci me taka në për shtëpi ose me fustan ose të më lyhet. Më mirë të më thotë që unë nuk ndjehem mirë në këtë trup, domethënë ndjehem trupin e gabum. I them miko vlla, ti opero po ç'a dush, pak mos shoh më, pak mos më dalësh më para syve në këtë lloj të katandisësh këtë, ose pak mos dil publikisht me bo vite ç'a nevojë ke bo vite me të njoft gjithë njerëzit, a kupton? Se tash çdo prindi ti rëndon, më le të themi drejtën tani. Se ka ca njerëz që bojnë realista, jo po jona pse gjykon, unë nuk gjykoj më. Tani a jena realist, po. A jena njerëz, domethënë a jena shqiptar, po. A jena me mentalitet, vi me familje mentalitet, po. Por për prind shqiptar ose sikur me ngul thikën shpirt. Edhe për njerëzit që e rrethojnë. Sepse të diskriminojnë, domethënë e diskriminojnë atë gjithë familjen. Ose tonë për shkak me det që gjeti filanin, më mirë ti kishe vdek çuni se sa ta kishe kështu. Edhe me atë nuk jam ore. Nuk jam edhe me atë, largo zot. Se fëmia është fëmijë, po më duket sikur kena humbi çik to normat e, domethënë sikur s'po pyesin më rinja, hajde jam unë gay, po ma pranoj familje, po tash kjo më jep drejtë unë dal degeneroj gjithë familjen time, nënë bab çka kam unë në shtëpi, se do dal me fustane, me kështu të më shajnë, e të më degenerojnë gjithë njerëzit nëpër komente, nëpër rrugë, nëpër kështu. Edhe më rrof mu jeta ime, po jo më se tash edhe për ato prind që kemi, domethënë të shtëpia. Nuk më duket korrekte më për ato gjyshër, kush ka gjyshër, ku dëgjon se qa, më thënë, rrethin e ngushtë familjar, matër, vlla, qa më të ke nipa, mbesa, se tash jemi edhe njerëz që kemi miqësi, kemi krushi, kemi... A kupton, nuk e di, ma shkruani nëpër komente si e mendoni ju. Nëse ju duket gabim, ose nëse duket që po flas ashtu për shumë, ndoshta gaboj unë, ndoshta kam ndoshta ca mentalitet në kokë që nuk jam nuk jam me kohën, unë me kohën jam shumë, po kam një limit, dhe ky është i vetmi limit ndoshta që unë kam, që të pranoj qenien tate si do që t'jesh, po që të dalësh në atë mënyrë për mua është e tepërt. Është shumë e tepërt edhe më vret shumë si unë kur e shoh dhe theksoj, sidomos të çunat shqiptarë, sepse Europa, italianët, europianët kanë tjetër mentalitet. Këto nuk e rruajnë fare, a doli çuni tezës me fustan, a doli këtyre si intereson se aroftoft. Neve na vret sedra, na vjet turp me thon çuni tezës tim është ai që del me fustan për video. Neve si shqiptar, drejt me thon tani. Kështu. Nëse më shkruani nëpër komente, ju uroj një ditë sa më të mbar, edhe ju po.